burek me mish apo edhe të blejmë lloje të mishrave, për shembull sallam, pashtet, suxhuk e tjera nëpër dyqane kur e kemi parasysh se nuk e dim në çfarë mënyre janë thërr kafshët mishit të cilëve na servohet nëpër këto pika ushqimore. Ky është një shqetësim i vazhdueshëm, do të thonë që i përcjell besimtarët për shkak se fillimisht nuk dihet prejardhja e mishit prej nga vjen. Dhe rrjedhimisht nga kjo mosnjohje shfaqen dyshime dhe dilema të shumta. Nuk po di pika nga ardh. Andaj nëse nuk po di, ndoshta e kanë mbyt. Ndoshta ai që e ka therr nuk është person i autorizuar fetërisht për ta therrë, e kështu me radhë. Në mend tjetër këtu, nëse e dim prejardhjen e mishit, nuk po dim ky kasapi që po e therr, a besimtar, nuk e besimtar, falet, nuk falet. Shfaqen dilema të shumta. Dhe për shkak se kjo çështje është e ndihshme, dietarët kur e kanë tentuar këtë çështje nuk janë të gjithë një mendimi. Por disa janë nuk po duam të thonë më të rrept, se është fjalë që s'po pëlqen me thonë ndërim të dietarëve, por janë pak më të kanë rezervë më shumë. Dëshojnë që të jenë më të sigurt. Ndërsa disa të tjerë janë pak më tolerant në këtë drejtim. Toleranca tyre normalisht është mbrana sozave shariatike, nuk është jashtë tyre. Nga se jo çdo tolerancë është e lavdruar dhe e preferuar fetarisht. Mendoj se për vendin ton duhet që të përmbahemi rregullit vijues. Se çdo mish është i lejuar. Përderisa nuk kemi argumente dhe fakte të mjaftueshme shariatike për ta shpallur të ndaluar. Andaj ky mish vjen nga kemishtore, apo kemishtore dihet se pronari i saj emri ka musliman. Dhe në esencë nuk kemi argument se ai nuk ka musliman, është musliman. Atë andaj ai mish e tjetër. Fakti që nuk e di ma kanë thon bismillah apo nuk kanë thon, në këtë rast mund ta përdorim si argument hadithin e Aishës radhiyallahu ta'ala anha, që thotë o dërguari i Allahut, po na vjen mishin nga njerëz që posa e kanë pranuar islamin. Nuk e dim a din ata rregullin se duhet me bëj bismillah. Nuk e dim. Ka dyshu Aisha në therrën e tyre. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Sammu antum", përmendeni ju Allahun, thuni bismillah. Është bismillah juaj, është një lloj mjaftueshmërie në këtë situatë, përderisa nuk e din se ai ka thënë apo jo. Për dallim se nëse e dim sigurisht se ai s'ka thënë bismillah. Atëherë diçka tjetër, nuk e hajm këtë mesh. Ai thotë unë se prejmë bismillah, as se kom gale. Kur kemi deklarat nga ana e tij, atëherë diçka tjetër kjo. Po për shembull nuk kemi këto deklarata, as nuk kemi fakte. Atëherë mendoj se për vetë preferoj mendimin e dietar të njohur Muhammed ibn Salih al-Uthaymin, Allah i mëshiroft, ka qenë nga dietar të mëdhej, dhe ai këtë detyrim është pak më tolerant kuptimin fetar dhe të pranuar fetarisht, dhe mendoj se është mendim më praktik. Nga se është e pamundshme sot të verifikosh gjitha mishat që vijnë. Dhe jo gjithmonë ti ke mundësi ti të therrësh. Dikush ka mundësi, ata që në për fshate për shembull, e kanë lehtë e therr kafshën vet, e din sigurt e ka, sikurse tek ne që ka qenë talë pastërmave për shembull, kjo është diçka tjetër. Po njerëz në përbanesa si t'ja bëjnë? Ose ata që perëndim musliman si t'ja bëjnë? Atë është ndaluar me therrë çdo kush kafshën. Ka rregulla, ka vende të posaçme kështu më radh, e vështirëson jetën tepër. Dhe për të kemi rrugdalë fetare, mendoj se këtë rrugdalë duhet ta përdorim. Për këtë arsye, njeriu i përmbahet nëse ardhja e mishit është nga ana që në esencë dhe në aspekt në jashtëm është anë që lejohet nga ai të hahet mishi. Ose musliman, ose është i krishterë apo çifut. Ehlu kitab, sikur se thuhet, i thartë të librit. A janë krishterë? Po, lejohet ta mungur. Përdesë nuk kemi fakte, argumente që e rënon këtë bindje. Sikur se për shembull të kemi fakte se ai thot vetë musliman, po ai për shembull nuk është musliman. Nuk e përmend emrin e Allahut të manduar. Ose për shembull e mbyt kafshën, nuk e therr, po e mbyt. Atë kjo çofti nuk hat. Para nëse kemi argumente të kësaj natyre, argumente të fuqishme, atëherë duhet që të përmbajmë argumenteve dhe në bazë të tyre të shmangim nga ky ushqim. Nuk kemi argumente, nuk kemi fakte, atëherë mbetemi në origjinën e asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përmendeni ju Allahun. Vazhdojmë tani me pyetjen e Metushit, ai dëshiron të di se a është vetvrasje caktimi i Zotit